Është një luftë interesante midis njeriu dhe gjinafit dhe Zoti është prezent. Pejgamberi e ka thënë te Muhamedi alayhis salam, nuk ka fe më reale, nuk ka fe më aktuale, nuk ka fe që ka hyrë në thellësinë e mendjes së shpirtit njerëzor se sa Islami, se e ka sjell vetë i madhi Zot. Çfarë thot pejgamberi alayhis salam? Lufta që e kemi të gjithë. Thot i njeri i mirë, i musliman ose i muslimane, bon gjinaf, siç na ka ndodhur zgjidhve. Dhe thot, bon gjinaf, ku njeriu don me boj gjinaf i duket sikur po kap qiellin me dorë. Nga që një vesi është ngjit, një pasion e ka gënjy, një mashtrim e ka hutuar. E çfarë bon? Bon me pasion i gjinaf. Mbasi e bon, shkatrohet shpirti, dëmtohet mendja, turpërohet në jetë dhe e kupton që ka hidhur mbi të gjitha Zotin e gjithësisë. Dhe pejgamberi alayhis salam do të bon një njeri gjinafin, besimtar, dhe thot, Rabbi kfirli, o Zoti më fal mua. Kash, Rabbi kfirli, Zot më fal mua. Pse? Ja, për shembull, pse nëna dhe babai shkrihen për fëmijë? E shkrin jetën për fëmijë. Pse? Sepse janë bërë sebeb për të ardhur ai fëmijë në këtë botë. E si mendove ti që u shkri nana e baba për fëmijën se janë bërë sebeb? Po ai që e krijoi harroi? Hasha lillah. Hasha lillah. Zot na ruaj. Nana baba e shkrin jetën për fëmijën dhe ishin vetëm sebeb që erdhin në këtë botë. Po ai që e krijoi e harroi? Hasha lillah. E Zoti sa harron njeriu asnjëherë se e ka kriju vetë. Dhe thot robi, Rabbi kfirli, Zot më fal mua. Pa ai e ka kriju vetë nga bushën. Dhe thot pejgamberi alayhis salam, thot Zoti i gjithësisë, njeriu im gaboi dhe e din që ka i Zot që i fal gabimet edhe që dënon për gabimet. Por ai robi im thot, mu drejtua dhe më kërkoi falje, e kam fal. Dhe pastrohet ky person nga gjinafet. Po ky person kur pastron nga gjinafet u bë engjëll. Ky person me që u falën këto gjinafet përpara derisa të vdesis do bëj gjinaf më. Ne nëse kemi jetë mas Ramazanit, ne dalim nga Ramazani engjëj, jo nuk është kështu. Jo se edhe nëse ne gënjejmë njëri tjetrin, Islami s'të gënjen, i madhi Zot tregon realitetin. Ky person, thot pejgamberi alayhis salam, ju fal gjinafi, vazhdoi jetën i lumtur, i këndshëm, i mirë, i doli i ves tjetër. I doli përballë një pasion tjetër, një gjinaf tjetër, dhe e bën sot mas një farkoj një gjinaf tjetër. Një mëkat tjetër. Në provën e Zotit, i urdhëruar nga Zoti për mos ta bë. Dhe thot për herë dytë, Rabbi kfirli, Zot më fal prap mua. Dhe imagjinoj Zotin e botrave mëshirues i madh që na ka kriju vetë, nuk na harron kurr. Thot prap, robi im, prap ran mëkat, po kërkoj falje, se e din që ka i Zot që fal ose dënon për gjinafin, e kam fal. Mbasi far kohë, kthehet prap kërkon falje, prap e fal i madhi Zot, po thuhet i shprehje në fund. Ta sa herë ky njeri të bin gjinaf të kërkoj falje, unë Zoti faljes do ta fal.